përmend Agoni, ka qenë ai momentin më i vështirë i karrierës tënde? Absolutisht, po, u mbyllën dy perspektiva madhore. Unë e di se ku po shkonte Agoni. Agoni kishte hapur dhe Agoni Italia, për një bashkëpunim të madh që edhe telenovelat të prodhoheshin në Shqipëri. E para për këtë dhe e dyta, po kur i shihe 400 njerëz, ju ndërprer rroga në mënyrë të menjëhershme. Kontrolli që është bërë në kufi Lubonjës, Betës, Sajmir Kodrës, Gentian Zenelit, domethënë bëj kontroll urdhër në kufi, këto ishin ca akte që të prekin në dignitetin njerëzor, a thua dhe po ta bëni yti. Dhe më pas, e ko të them, goditja e kolegëve që nuk e prisja, madje mund të them edhe në familjarët e mi, në rrethin tim familjar që insinuonin, po ja hapni syt herë tjetër ku punoni. Pastaj e ko të them se si u përkthy edhe në familje, sepse unë dhe Drini të dy për një herësh mbetëm pa punë. Në fund të ditës, kur e kthej kokën pas, jam krenare ja ku jam.